thot imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala në librin e tij Telbisu Iblis, shejtani vazhdimisht ka dëshirë që robit ta fike dritën e dijes. E kur dikush ti shim dritat, çka të dosh me të bë? I bë dikush kur ti shim dritat? A keni bë ato në për vendet mëkateve? I shimin dritat. E në fe nuk ka mi shim dritat. A ka në fe mi shim dritat? Të shia ta shim një dritat. Ta dhurojnë ama shumë. Jo mërë ka dhe dritat pëse me shim dritat. Pse me ban tërë? Tërë të shpia, në gjamia mund me shim, pëse me shim dritat Allah? Ka dhe mërë dritat? Nuk ka në fe enigma, s'ka në fe tinza, veç na që tu, s'ka, kjo fe janë përket. Andaj mos lejo shejtani me ta shim dritën, se mësane kur të dzajën tërë ku përtije. A e keni pa kur të dzajën tërë? Ruje po kur të dzajën tërë. E shejtani thot, shire, nërsa ka Kur'an, folin këto për fe, qish mi më shuk tina? Shimja dritat? Kur të shim është dritat, ka pun shejtani. Andaj më katët, a banë dit, a natën, kur banë më katët? Natën. Fillojnë pisë se bere të eri, atën, ade, tash e mojnë anerë, derin sabah. Pse derin sabah? Pse stojnë derin drek? Ja, se si dalë drita s'ka ma kuptim. Shejtan e ka, andaj neja e shejtanve anatën. E besimtar kur e kanë? Ditën. Për këta si dhe zë shiko, pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam ka dhënë hadith, me dit ju, me pa ju shka shohune, kur vetë natës hecni. Me pa ju shka shohune, pje gjineve, edhe për shejtanve, kur natë nuk hecni. Dhe kjo vlenë dhe zërë në përvejnë ku ka malore, kodra, apo. Pse? Se ka mundësi o dhe zërë e gjinit të ndryshme, imani dobet, apo edhe fluturon njeri. Apo nuk jetë më të marë. Për këtë asyje pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka preferue udhtimin shoqëri, që mos kenë mundësi e gjinët. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndalu njerin në shtëpi me flet vet. Hadith pejgamberi sa ka thënë, mos fleje asnjëri pi juve në shtëpi vet. Apo, e mos ani, o gjo, ato livrit diçka. Po livrit Allah. Kush tha me flet vet? Ti imanin e Abu Bakr Sidikut e kia? Pse ki jemi imanin e Abu Bakr Sidikut? Apo, e mos anena së në vjen 25 vjet. Abe, Allah që tu atu më dridh diçka. Valla dhe krija diçka atu më dhim. Qa me bo Allah? Qa me bo? Pse se ke ngu pejgamberi alayhi salatu wassalam? E ka ndalu alayhi salatu wassalam. Shikoj vëllazër, sa i mëshirshëm ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po këtë asë vëllazër, gjithmonë kur s'ka dritë, e në tërë, njëri për shembull, valla në tërë sham kishdo, po gjithçka ndodh tërë, gjithçka. E kanë vetën e njënin, apo, njënin e ka vetë ki. Më tha çështu. As kanë konë qashtu a. Po kusha e njani o vëllo? Kusha e njani? Nuk ka imam që pisë se ka arë pejgamberi alayhi salatu wassalam derin kohën e sotit. A ka dëni imam shumë një djetari forta së në të kalzojnë e të sheka emnin? A ka qështu? Shka Allah. Të dhe është imam shumë i madh imam. Ka hifz, ide hadithët, është alim i madh. Emrin që ka së në të kalzojnë. Shka mërë që shka. A mu që parë një pengamber së në kalzojnë? Ka në ka pap? Së në kalzojnë Allah. Së në kalzojnë. Shka qështu dhe zë? Ebu Hanifja, Nu'man ibn Thabit, Imam Shafiu, Muhammed ibn Idris, Apo Malik, Imam Maliku, Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbal, Sheikhul Islam Taymiyya Taqiyuddin, Abu al-Abbas, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammed. Këtë dihet më dihet, bab që këtë dihet, kusha, pse? Sepse kjo dritë o dhe zërë, dritë. E ku anë tërë, e ki ba? Në tërë, qështë ka në tërë? Më kati. Andaj ti ishe se si pëlqejhën tërë e tutën dritë. Sa për njerit e ka pëlqi grën e vetë në tërë, mësanin sabah. A tia, po tia ti. O gjo, po kjo as dik e këta as dik, po nuk di Allah se ti në tërë ki pëlqi. Po si ki pa Allah. Apo, kur të hegat maskën, ato shminkat, ti e nes, e isha Allah vesh nuk del burë. Dhe sa del gruje mira. Amo kjo s'di me maru buk, s'ka lidhje. Gruje ka qëlluhe. Po këta se vëzër, ignoranca shumë e keqe. Vrat ignoranca. Andaj